Kemi pasur 2 raste të heqjes licencës, cilët kanë ardhur për shkak të daljes në pension të 2 personave, sepse zakonisht ka pasur raste kur edhe pse noterët mbushin moshën për të dalë në pension, në forma për një tjetër vijonin punën. Ministri ka fokus qartë në këtë aspekt, sidomos edhe në kuptimin e parjes së shtrirjes dhe riskut që këta noterë në një forma për një tjetër përfaqësojnë në zonat ku janë, por edhe për të qenë sa brenda kuadrit ligjor edhe për të inkurajuar zbatimin e ligjit me përpikmëri, kështu që kemi pas 2 raste ku të daljes pension dhe i është hequr licenca. Pastaj përsa i përket masave, ne kemi një kategori masash, cilat shkojnë në proporcion të shkeljes, fillojnë me vrejtje me paralajmërim, mund të marrin masë administrative me gjop. Nga njerë këto janë edhe të bashkuara, kumulative, pra nuk është e thënë që të marrësh një masa për një tjetër, dhe këto janë masa që jemi drejt për drejt nga ministri, kurse masat pezullim dhe heqje licence janë pastaj në bashkëpunim edhe me bordin disiplinor dhe bashkë me dhomën kombëtare të noterisë.